Ky projekt nuk ka domethënë vetëm të forcojë sistemet të përfundimit të fëmijëve, por po ashtu edhe të ruajnë të drejtat themelore të çdo fëmie, pa marrë parasysh përkatësisë etnike, aftësisë apo rrethonave. Fëmijët pa kujdese brendërore, me aftësi të kufizuara, ata fëmijët që janë në rrezik të dhunës apo në konflikt me ligjin, këto janë fëmijët të cilët janë shpesh herë domethënë të lënë jashtë. Përmes partneritetit me UNICEF-in dhe bashkëpunimin me institucionin kosovar, duke përfshirë dhe Ministrinë e Drejtësisë, komunat dhe shoqërinë civile këtu në Kosovë, kemi punuar së bashku për ta ndryshuar këtë. Kjo iniciativë është për të mbështetur reformat, për të ndërtuar kapacitetet, ka krijuar mekanizme që synojnë të sigurojnë që fëmijët të marrin mbrojtjen, mbështetjen dhe mundësitë që ata i meritojnë. Dhe përderisa jemi këto të reflektojmë në progresin arritur, ne po ashtu duhet të pranojmë se shumë punë ende ka para neve. Mbetet atë Bashkimi Evropian do të vazhdon të qëndron afër fëmijëve të Kosovës për të ndërtuar në shoqëri të barabartë. Mbrojtja sociale në Republikën e Kosovës, mbasi është fusha ku ne si shoqëri tërësisht dhe si institucione shtetërore veçanërisht duhet kemi një fokus të veçantë, sepse kjo fushë është një nga hallkat kyçe e cila garanton mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi dhe në veçanti i kushton një kujdes maksimal fëmijëve që konsiderohen si kategori e cenueshme. Ndërtimi i kapaciteteve institucionale dhe ofrimi i shërbimeve sociale cilësore dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët e cenueshëm, siç janë fëmijët në situatë rruge, fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët në rrezik nga dhuna dhe ata në konflikt me ligjin, kanë qenë dhe vazhdon të jetë një fokus i rëndësishëm i Ministrisë tonë të Drejtësisë, e cila përmes mekanizmave të saj institucional, agjensive në varësi të saj, por gjithëmbarshëm edhe si qeveria e Republikës Kosovës kemi përdorur të gjitha ndjesitë tona humane për që Kosova të bëhet një ambient i sigurt për ta. Në total, mbështetja financiare për shërbime sociale dhe familjare vetëm për 3 vitet e fundit, nga Ministria e Drejtësisë ka vlerën e tejkalon vlerën e 6 milion eurove. Kemi parë fare pak progres në nivel komunal. Atje ku realisht edhe është përgjegjësia ligjore e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare. Dhe këtu ne duhet të bëhemi, ta ngrisim zërin në më fuqishëm në mënyrë që komunat në kuadër të autorizimeve të tyre ligjore që i kanë si kompetencë prej ligjit për veçëverisin lokale, të arrisin jo vetëm ndihmën financiare, po mbi gjitha të arrisin për kushtimin e tyre për strejmorët dhe për njerëzit të cilët janë nevojë. Fëmijët duhet të jenë në zemra apo në qendër të zhvillimit njerëzor, ata duhet të jenë prioriteti kryesor i qeverisës vendore dhe i komunave, partnerëve zhvillimor, donatorëve. Për vizionin tonë dhe vullnetin tonë politik. Konventa për të drejtat fëmijëve ka adoptuar apo miratuar para 3 dekadave nuk është një premtim i afërt, ka qenë një zotim ligjor, është një kompas moral, domethënë thirrje për veprim. Konventa për të drejtat e fëmijëve përmendet në Kushtetutën e Kosovës si zotim për fëmijët dhe të rinjt. Konventa për të drejtat e fëmijës është zotimi që çdo fëmijë meriton shansë të barabarta në jetë, pa marrë parasysh ku janë lindur, pa marrë parasysh cila përkatësia tyre etnike, kushtet. Çdo fëmijë duhet me pas jetë, duhet me pas shansën për të mbijetuar, për të lullëzuar, për të rritur një premtim që asnjë fëmijë nuk duhet të lihet prapa, pa marrë parasysh qytetarët se kush janë dhe nga vijnë ata.
apo me gjitha sfida që të ballafaqohen. Të nderuar kolegë, sot nuk po e kremtojmë vetëm progresin, por po ashtu po e sfidojmë edhe veten tonë të ecim përpara, çështa Johanes për të dëgjuar fëmijët. Ata janë liderët e sopë, por me problemet që ata të ballafaqojnë çdo ditë dhe me të vërtetë është detyra jonë që t'i dëgjojmë ata. Sot, në emër të UNICEF-it, me duhet të them se të drejtat e fëmijëve qëndrojnë në një udhkryq kritik, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën. Fëmijët po navigojnë lufta të ndryshme, kërcënime të ndryshme, po ballafaqohen me kërcënime klimatike, pastaj me dhunat të ndryshme dhe shfrytëzim. Dhe këto janë hapësirat ku ata duhet të ndjenë sigurt, mirë po është shumë e pasigurt në mjedis